Përshëndetje, unë jam Engji. Sot të kaloj rreth 10 minuta me ty, dhe së bashku të praktikojmë energjinë e të qenurit mjaftueshëm. Është mjaftueshëm sfiduese të jetosh në një botë ku jo vetëm shoqëria, por të gjithë njerëzit kanë ide të ndryshme se çfarë është mjaftueshëm për ta. Shumica prej nesh kanë bërë eksperiencën që të masim vlerën tonë me kriteret e personave të tjerë. Dhe problemi i kësaj është që çdo person ka kritere të ndryshme. Dhe po e matëm veten me kriteret e personave të tjerë, shansi është mjaftueshëm i madh që nuk do ndihemi asnjëherë sikur jemi mjaftueshëm. Nga që vlera jote është diçka e padiskutueshme, por njëkohësisht nëse ke kaluar shumë kohë, shumë vite, duke matur veten me kriteret e njerëzve të tjerë, ndoshta e ke harruar vlerën tënde, ose ndoshta ke një ndjesi që nuk je asnjëherë mjaftueshëm. Për këtë arsye jam këtu me ty dhe do të drejtoj në një meditim ku do përfshim frymëmarrjen dhe po ashtu vizualizime në mënyrë që pas 10 minutash ti të ndjesh sadopak që ti je mjaftueshëm. Le të fillojmë. Së pari të ftoj të mbyllësh sytë dhe të marrësh frymë ngadalë. Dhe nxirre ngadalë. Dhe një herë merr frymë. Dhe nxirre jashtë. Në këtë moment nuk ke pse të arrish askund. Nuk ke nevojë të bësh asgjë. Për këto pak minuta nuk ke nevojë të jesh më e mirë. Nuk ke nevojë të jesh më e bukur. Nuk ke pse të jesh më suksesshme. Nuk ke pse të jesh më interesante. Nuk ke pse të fitosh asgjë. Thjesht je këtu dhe kjo mjafton. Ngadalë fillo të imagjinosh sikur je duke qëndruar në një vend shumë të bukur, ndoshta pranë detit, ndoshta në një pyll, ndoshta në një dhomë të bukur, të qetë, ku ndihesh plotësisht
e sigurt. Ajri është i ngrohtë, trupi yt është i mbështetur. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, askush nuk po të kërkon gjë. Askush nuk po të krahason. Askush nuk po të teston vlerën. Askush nuk po pret që të jesh perfekte. Ti thjesht ekziston. Dhe papritur të vjen një mendim. Ndoshta nuk më ka munguar kurrë vlera. Ndoshta ke kaluar vite duke u përpjekur të fitosh diçka që e ke pasur që në fillim, vlerën tënde. Tani, vendos dorën mbi zemrën tënde dhe thuaj vetes: unë nuk duhet të bëj asgjë për të merituar ekzistencën time. Merr frymë thellë dhe lëshoje. Unë nuk duhet të jem perfekte për të dashur. Merr frymë thellë dhe lëshoje. Unë nuk duhet të jem e suksesshme për të qenë e vlefshme. Merr frymë thellë dhe lëshoje. Unë nuk kam nevojë të fitoj gjithmonë për të qenë mjaftueshëm. Merr frymë thellë dhe lëshoje. Unë jam mjaftueshëm pikërisht siç jam. Merr frymë thellë dhe lëshoje. Lëre trupin tënd të reagoj. Ndoshta nofulla jote zbutet. Ndoshta shpatullat bien pak. Ndoshta krahërori bëhet më i gjerë. Ndoshta stomaku çlirohet pak. Nuk ke pse të ndjesh ndonjë gjë të madhe. Edhe një grim e vogël qetësie mjafton. Tani, në këtë pjesë të fundit të meditacionit, imagjinoje veten si fëmia i vogël që ke qenë. Imagjinoje fytyrën, flokët, trupin, një imazh të asaj që ke qenë më përpara. Shikoje. Shikoje siç po përpiqet shumë. Shikoje siç dëshiron të bëj gjithçka siç duhet.
fëmia që ke qenë, dëshiron të jetë e mirë, e zgjuar, dëshiron të mos zhgënjej askënd, dhe ndoshta ka menduar, nëse bëj mjaftueshëm, atëherë më në fund do jem e denjë. Shko tek ajo, ulu pranë saj, dhe mos i kërko asgjë. Mos e korrigjo, mos i thuaj të bëhet më e fortë. Thjesht shikoje me dashuri dhe thuaj: zemër, nuk ke pse të bësh më shumë. Nuk ke pse të jesh perfekte. Nuk ke pse ta fitosh dashurinë time. Unë të dua tani. Imagjinoje duke të parë. Ndoshta nuk të beson me njëherë, është në rregull. Thuaj përsëri: ti nuk duhet të bësh dikush tjetër që të jesh e mrekullueshme. Ti je tashmë vetja jote, dhe kjo është mjaftueshëm. Tani, imagjino sikur po e merr fëmijën brenda teje në krah dhe po e mban. Dhe ndërsa e mban, ndjen diçka që ndryshon. Nuk je më duke u përpjekur të bësh më denjë, por fillon të kuptosh: unë kam qenë e denjë gjatë gjithë kohës. Suksesi nuk më dha vlerë. Paratë nuk më dhanë vlerë. Bukuria nuk më dha vlerë. Një partner nuk më dha vlerë. Miratimi i njerëzve nuk më dha vlerë. Arritjet nuk më dhanë vlerë. Ato mund të jenë të bukura, mund të jenë të mrekullueshme, mund t'i shijoj, por nuk janë burimi i vlerës sime. Unë jam burimi i vlerës sime. Tani imagjino sikur po ecën përpara në jetën tënde, dhe çdo hap përpara të largon nga pyetja se a je mjaftueshëm. Sepse pyetja po ndryshon, dhe në vend të saj vjen pyetja: si mund të shijoj më shumë atë që jam? Si mund të qesh më shumë? Si mund të dua më shumë? Si mund të krijoj? Si mund të udhtoj? Si mund të këndoj? Si mund të luaj? Si mund të kem më shumë para? Si mund të marr më shumë dashuri? Dhe jo sepse duhet jesh apo të bësh e denjë për to, jo, por sepse ti tashmë je e denjë, ti përjetosh. Dhe tani imagjino një të ardhme ku je shumë e sigurt në veten tënde. Njerëzit komplimentojnë,
dhe ti nuk pyet më a e kanë seriozisht, thjesht thua faleminderit. Dikush të do dhe ti nuk pyet pse më do, thjesht e lejon veten ta marrësh. Dikush të zgjedh dhe ti nuk mendon sa kohë do të zgjas. Ti thjesht merr frymë dhe thua sa bukur të ndihem e zgjedhur. Një mundësi pune vjen dhe ti nuk mendon a jam unë mjaftueshëm, por mendon le të shohim çfarë është e mundur. Kjo është një jetë tjetër, dhe jo sepse ti u bëre një person tjetër, por sepse thjesht nuk po lufton më kundra vetes. Në këto çaste të fundit të këtij meditacioni të sotëm, imagjino një dritë të ngrohtë që zbret nga maja e kokës, e kalon në ballë, në fytyrë, në nofull, në qafë, në shpatula, në krahor, në bark, në duar, në këmbë, dhe kudo që kalon, kjo dritë e ngrohtë të kujton nuk kam asgjë për të provuar. Nuk kam asgjë për të vërtetuar. Unë jam mjaftueshëm siç jam. Merr një frymarrje të thellë dhe nxjerrë jashtë. Ti je e denjë për të ndier mjaftueshëm, fiks, kështu siç je. Mos lejo askënd dhe asgjë të bëj të mendosh të kundërtën. Ti je mjaftueshëm.